Po, del po. Po. Jo, pres. Zmadhojnë ta ka E vora mbrapshe, për. E mos e merë kur këtë gjënë si një gjë personale që në kamë e brikerë. Jo, unë po të dëgjoj me kujdes. Harrore, s'ka lidhje fare. Ti mund ta gjykosh, po ta them që s'ka. Nuk e gjykoj fare, jam. Ti je i bindur. Unë e kuptoj që ti nuk je nënën e asaj në këtë sens. E ke parasysh domethënë që po gjykon të drejtën, bravo. Se as nënën time, as nënën. Dhe Selim po të kishte qenë aty, po të kishte thënë se nove privatësinë, se mu afrove pak më shumë. Pa më prekur, në një vend ku ti dukesh nga mira kamera, nga çfarë rëndësi ka, 10 kamera, dhe shihesh nga mira, qindra mira njerëz, dhe ti nuk e preke, po e pe nga më afër, nuk besoj që është cënim privatësi. Po. Tani Eugjini ishte po ti u fut në dush. Po, ajo thot më ka cënuar privatësinë se më fut në dush, thot. Ndërkohë që unë po përpiqesh. Nga këto të akvariumit. Gjithë më ka thënë. Ja u ka thënë të gjithë, e ka bërë të madhe. Në gjithë shpinë. Ndërkohë që i lënduari në këtë mes jam unë, që më dhe mbi shpina një orë dhe s'po shtriesha dot me kuris. Këto gjëra mund të marrin për masa që nuk i takojnë të vërtetës. Sidomos kur njerëzit dinë të luajnë. Unë ta thash edhe për çështjen e mirin, që nëse ti ai të ka shtyr pa dashje dhe ti e vepron, kam thënë vëlla mos e bëj se s'duhet. Edhe këtu unë e besoj që unë kam tepruar, ora ajo thjesht i kërkoi ndihmë, ai thjesht ai më kapi kështu apo. Mirë. Unë po t'rregoj se sa i drejt jam në gjykim. Po. Që unë nuk po nisem nga raporti që ne mund të kemi bashkë. Thjesht them, kur ti e sheh që ata njerëz atje e kanë bërë me vërtetë qëllim, do ta thosh pse s'do ta thosh. Po patjetër, edhe mua më duket të qëllim. Nuk mund të thosh tani se ne po luajm bashkë, unë shty ty, çik pa dashje ti re poshtë edhe apo rash unë apo fillojnë tani. Po çan bëri mua Eugjini, po unë rash. Ti edhe me qëllim për të më hequr aty dhe. Është tjetër çështje. Po. Dhe mënyra që përdore ti për të më hequr atje nuk ishte as fjala as ja, ishte tërheqja. Është tjetër çështje. Shtyrja, çfarë mund ta quash? Cënim privatësie. Pastaj të cënimi privatësisë, nuk jam dakord fare se mund të jesh privat me 700 kamera e thënë këtu. E di të them cënim privatësie. Kur ti vjen në dush, gjen një vajzë aty brenda dhe bën një gest që është jo i shëmtuar, po s'ka problem. Jo, unë thjesht po laja vetëm tim. Vë dorën në shpatë, në qafë, në njërin. Unë thjesht u futa dhe po fërkoja kokën në dush, po laja. Nuk besoj që është ky cënim privatësisë. Qofse kjo është cënim privatësi, bie që ne pastaj të flasim me njëri tjetrin ta bëjmë dialogja në oborin në grim. Je gabim në këtë show, po është ai cënim privatësie. Si? Je gabim në këtë show, po është ai cënim privatësie. Je gabim. Unë? Jo, personi që mendon që është cënim privatësie. Se cënim privatësie është në momentin që ti lahesh në sy të të gjithëve, e kupton? Këtë po them. Jo në sy të gjithëve, në sy të milionëve. Po pra të gjithëve, të gjithë atyre shoh. Ha.